Selam aleikum, a lejohet me vesh pantallona një mbuluar tot dhe me kush nëse ka bluzën e gjatë deri te gujnt. Shiqoni në kohën e fundit disi të na kanë hidhur shumë do moda të reja pëtan. Edhe ne duhet një sen me kuptue është një rregull e shariatit në të cilën thohet që ajo çka nuk mrihet krejt, nuk lihet krejt. Edhe une i përshëndes do thot ato motra apo ato vajza të cilat do thot mbulohen po kanë qef pak si pak ma modern me heca këta. Një ta pyetje vazhdon një tjetër edhe shamin që e futin domethënë. E tash ka ka një sen, do thot petku islam apo tesha islame, sidomos për gratë, do thot dihet, apo është ajo që Allahu xhelale ka përmend në Kur'an që shamia do thot me qenë për misupe, apo mas shpinës, edhe do thot petku me qenë i gjan. Pse është këtë kjo? Për atë arsye se bukuria e femrës është një çështje tërheqëse. Për mos miran sy dikujt na bukuria e një femrës, urdhërohen do thot me shami, që çat bukuri me pas të drejtë me pa burri i vet, apo me pa veç familja e vete, jo me pa do thot njerëz të cilët do thot nuk e meritojnë me pa do thot bukurinë e saj na. Ashtu që kjo është esenca kryesore të cilën mujna me kuptu prej ajeteve kuranore dhe mujna me kuptu prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ajo çka duhet me u potencu prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se burrat i kanë teshat e veta, ndërsa gratë i kanë teshat e veta. Ashtu që do thot kohën e fundit dhe kjo është një prej shenjave të kiametit, është që burrat kanë me vesh teshat grave, ndërsa gratë kanë me vesh teshat burrave. Do thot kjo është një prej shenjave të kiametit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur, do thot do të vijë një kohë kur burrat kanë me vesh teshat grave, ndërsa gratë kanë me vesh teshat burrave, e kur të vjen që e kohë që ata njerëz do thot do të jenë të mallkuar. E nëse do thot i vrejna për shembull disa smundje do thot bashkohore te gjinia e mashkujve, të cilët mundohen më bon si femrat, apo te gjinia e femrave, të cilët mundohen më bon si mashkit, do thot krejt mundohen me i veshën teshat e kundërta. Do thot mashkit femrat me i veshën teshat e femrave, ndërsa femrat me i veshën teshat e mashkujve. Për atë arsye do thot nuk ka është meranësia ka më kon do thot çish më thon ajo bluza apo ku diçka palltoja e gjatë. Po është meranësi do thot me kuptu një sen se çka është tesh e grave dhe çka është tesh e burrave. Ashtu që nëse janë do thot ato nëse mujna mi qu do thot pantolle të gjana, të cilat do thot nuk e përshkruajnë trupin, nuk ka problem se i vesh. Po nëse janë do thot të ngushta dhe janë çish më thon çka i përngojnë teshave të burrave, do thot atëra është ndaluar për një besimtare me i vesh ato tesha. Mendoj që është qartë. Ai që ka parashtruar këtë pyetje është motra apo vëlla, nuk është më rëndësi, mendoj që e ka qartë këtë çështje.